Sektori për krimin ekonomik e financiar në Policinë e Tiranës ka nisur procedim penal ndaj 2 personave pas dyshimeve se shpërndanin dokumente të falsifikuara si punonjës të antiterrorit për qytetarë të ndryshëm. Pas ndalimit disa ditë më parë të një 30 vjeçari nga Lezhë, i cili prezantohej si polici i antiterrorit me dokument të rrem, seksioni për krimin ekonomik në Policinë e Kryeqytetit ka nisur procedimin penal në gjendje të lirë nën akuzën e falsifikimit të dokumentave për shtetasit Maksim Ferra, 58 vjeç, dhe Ylli Toska, 43 vjeç. Nga të dhënat e mbledhura deri më tani nga oficerët e policisë gjyqësore, dyshohet se Ferra dhe Toska, kundrejt shumave të mëdha të parave, pajisnin persona të ndryshëm me dokumente të falsifikuara. 58 vjeçari Maksim Ferra është drejtues i qendrës së studimeve të luftës kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Kjo qendër zyrtarisht sipas policisë është mbyllur me vendim gjykate dhe nuk njihet nga shteti shqiptar, ndërkohë që në emër të qendrës 58 vjeçari nxirrte dokumenta të rreme me mbishkrimin antimafia apo antiterrori, gjithashtu dhe mbishkrimin Qendra e Studimeve të Luftës kundër Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar. Në vitin 2012, Maksim Ferra është akuzuar për falsifikim dokumentash dhe në Kosovë, ku sipas policisë kosovare, ai kishte rekrutuar rreth 52 persona, të cilëve u kishte marrë nga 2.000 euro për t'i pajisur me dokumentat e antiterrorit.